Kryeministri Edi Rama ka mbërritur në malin e Zi për samitin BE Ballkani Perëndimor në Tivat. Interesi i gazetarëve ishte i lartë lidhur me debatet për Zvërnecin dhe protestat e ditëve të fundit në Shqipëri. Gjatë një prononcimi të shkurtër, kreu i qeverisë theksoi se aktualisht nuk ka asnjë plan përfundimtar apo projekt të miratuar. Protesta për rezortin, a ka kërkesa për të diskutuar, nuk ka kërkesa për të diskutuar sepse nuk ka ende një projekt të miratuar. Kështu, së pari duhet të kemi projektin dhe pastaj ta shohim projektin e pastaj ta diskutojmë projektin, por nuk diskutojmë dot diçka që nuk ekziston, por që po paraqitet në të gjithë median sociale në një luftë hibride kundër Shqipërisë me narrativa të rreme se ky projekt nuk është projekt, po diçka e gatuar midis meje dhe Bibi Netanyahut përmes Jared Kushnerit për të sjellë palestinezët në Zvërnec. Dhe mendoj që media perëndimore duhet jetë shumë më e kujdesshme, sepse faktet kanë rëndësi dhe duhet të kenë rëndësi gjithmonë, sepse nuk ka një projekt, sepse nuk ka arsye për të shqetësuar për aq sa ka të bëjë me projektin dhe edhe sepse arkitektët më të mirët në botë, inxhinierët më të mirë, arkitektët më të mirë të peizazhit janë angazhuar dhe synimi nuk është që të bëjmë dëm në natyrë, por të bëjmë diçka unike që do të jetë e jashtëzakonshme për shqiptarët, por do të jetë edhe një dhuratë nga shqiptarët për të gjithë Europën. Kryeministri Rama hodhi poshtë pretendimet se reagimi lidhet me shqetësime mjedisore. Sipas tij, këto organizime fshehin elemente jashtëm që synojnë destabilitet. Kujtojmë se prej disa ditësh qytetarët shqiptar po protestojnë kundër qeverisë me pretekstin e mbrojtjes së zonës së Zvërnecit.